Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Me zemër ju përshëndes, të keni një ditë të mbar. Studioja Mirëmëngjes Shkodër sot është e mbushur me zëra nxënësishe, me zëra që ditës i japin një ritëm të veçantë. Sepse natyrisht në ecurinë e tyre ka shumë ndjesi, qasje, ka shumë dëshirë për çdo gjë që ata prekin me pasionin e tyre të moshës, por jo vetëm. Muaji i letërsisë ka tërhequr mjaft vëmendje, duke zhvilluar në shumë shkolla veprimtari të ndryshme. Në kënde të ndryshme, letërsia është një qasje, është një frymëzim, është një armë shumë e fortë në formimin e çdo të riu. Ndaj shkollat e kanë parë këtë, sipas meje, edhe ato që kanë ardhur në studion ton, me një interes të veçantë. Por ta kesh letërsinë brenda vetes, me lançimin e pjesëve të bukura, të interpretuara. Është një dialog që nuk i kanë lehtë nga vetvetja, sepse ajo pjesë që ti interpreton të mbetet gjatë në mendje dhe mbase edhe të frymëzon. E tillë ka qenë veprimtaria e organizuar në gjimnazin Oso Kuka. Interpretime të fjalës artistike. Shumë bukur. Një traditë e hershme, por që vëmendja duhet kthyer edhe tek kjo traditë. Pikërisht këto nxënës kanë interpretuar pjesë të ndryshme të letërsisë, duke i dhënë një zë të tyre me frymëzimin që ato i kanë dhënë. Me mua sot në studio është profesoresha e gjimnazit Oso Kuka, Suela Drini. Mirëmëngjes, profesoresh, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, Merit e dashur, është kënaqësi të jesh pjesë e mëngjeseve tuaja, sepse gjithmonë ju ndani gjërat më të bukura që ndodhin në qytetin e Shkodrës. Kemi ardhur sot këtu për të ndarë një aktivitet gjimnazit ton, konkursi fjalës artistike. Muaji i letërsisë, muaji tetor, gjithmonë tek shkolla jon vlerësohet, gjithmonë kemi aktivitete në këndvështrime të ndryshme, por asnjëherë nuk humbasim traditën e fjalës artistike, sepse letërsia nuk është vetëm fjala dhe ndjenjat e autorit, por është edhe leximi dhe interpretimi. Sa bukur. Dhe nëpërmjet këtij aktiviteti ne gjithmonë spikasim talentin e fshehur të nxënësve dhe shijojmë pafund interpretimin e tyre. Si filloi këtë vit konkursi fjalës artistike dhe çfarë kishte ndryshe nga vitet e tjera? Këtë vit ne u munduam që të përgatisim një poster i cili t'i ngacmonte nxënësit, e publikuam te faqja e shkollës. Dhe posteri nuk kishte si posterat e tjerë, po kishte shumë dashuri brenda. Unë po e lexoj, tetori muaji i letërsisë, letërsia të bën të mendosh i pavarur, të jesh i pavarur, të kultivohesh, të bën njeri. Letërsia është liri. Së shpejti, konkursi fjalës artistike. Mos humni kohë, por trego talentin tënd në interpretim. Mjaft bukur, mjaft nxica, po jo. Kam smeron. Po? Bisedo me mësuesin e letërsisë, po të pret. Çfarë ftese ngro? Ishte një bashkëpunim me ekipin e mësuesave të letërsisë. Jo pa qëllim u bë një ftesë e tillë, në mënyrë tillë që mësuesat zakonisht njohin talentet dhe thonë që ti do marrësh pjesë, ti do marrësh. Kurse kjo ftesë ngritste dhe nxënësit të cilët kanë pak ndrojtje. Ishte gjithë përfshirëse. Ishte gjithë përfshirëse. Dhe në fund, fal një ditë të bukur me diell, duhet ta cilësojmë, në ambientin mbrapa shkollës, ku ne morëm edhe qendër zanit, fjala artistike u shijua nga një audiencë shumë e madhe se sa brenda ambienteve të një klase apo të një mjedisi të vogël. Kështu që na pëlqeu, e shijuam edhe shpresojmë që të jemi gjithmonë me emocione të bukura dhe me aktivitete të bukura. Absolutisht.
E mendoj kështu sepse keni prekur atë shpirt të bukur dhe i keni dhënë mundësi shumë nxënësve të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Sot me mua në studio dhe profesoresh Suelën janë edhe një grup nxënësish, por në fakt është një pjesë e atyre nxënësve, sepse numri ka qenë shumë më i madh. Por këtu me mundësi që kemi kanë ardhur vetëm një pjesë e tyre. Natyrisht me pak keqardhje për ata që nuk janë sot në studio, por i përshëndesim përzemërsisht. Kemrin? Unë quhem Anrida Lopçi, jam nxënëse te 12 F në shkollën e Sokuka. Për mu ka kanë roli që kam pas me interpretuan ose pjesa që kam pas me interpretuan për mu ka ka një satisfakcion krejt tjetër, sepse të pas parasysh që unë kam ka një pjesëmarrëse e rregullt të fjalës artistike që nga viti i parë. Për mu ishte krejt ndryshe sepse erdha me një pjesë interpretative që ishte në dialektin tosk, një gjë që unë nuk e kam interpretuar më përpara dhe ishte një risi për mu. Kur e more ftesën, ashtu si shumë nxënës, çfarë mendove? Në fakt ftesa që unë mora ishte e pritshme sepse është një gjë që e baj çdo vit, është një gjë që në të cilën marr pjesë çdo vit. Fjala artistike për mua është një aktivitet që është nguli thellë në shpirt dhe tetorin nuk e shoh pa fjalë artistike. Unë nuk e shoh tetorin pa marr pjesë te fjala artistike. Kështu që e prita mirë, e shijova dhe fill mendova për pjesën që kam e zgjedh dhe fill hulumtova dhe vendosa për me gjithë. Pra ishte një përzgjedhje jotja? Ishte një përzgjedhje jemja, por natyrisht ka influencua dhe ma tepër zysha e gjuhës, zysh Viola, cilën e përshëndes shumë, edhe më ka ndihmu në interpretimin e pjesës edhe në selektimin e pjesës, në fragmentet cilat unë kam me interpretu. Bëhet fjalë për çfarë pjese? Bëhet fjalë për monologun e plakës Nic të generalit të ushtrisë Dekur të romanit të Ismail Kaderes. Po ne mund ta dëgjojmë me shumë vëmendje. Patjetër. Ti që po kërkon kolonelin e zi. E ki patur mik përderisa po e kërkon kaq shumë. Ti e di që e gjendet këtë rrotull. Po ku nuk e di. Asnjëri nuk e di. Atë e vrava unë. Se ma vrau burrin. Ma vrau vajzën. Por, tani, ne e do atë komisar dhe ne e do shokun tënd, me rekazmen dhe hape ti gropen. O e gërmove, o unë të ta flak në dreq. Jo, nuk dëgjoj njeri. Kush shkel mbi plakët e mia? Kush e ka këtë të drejt? Gërmoje ti, generala që shdreqin je. Ati tjetri. Na falë shumë emocione, Anrit, besoj se i ke marrë dhe në duar trokitjet apo në komentet që janë bërë? E kam marrë tepër, dhe me thonë duar trokitjet kanë kënë për mu ai tingulli më i bukur që kam mujt me marrë mas interpretimit tem. Më bëri përshtypje se impostimi në rol ishte i menjëhershëm dhe ti u fute pa pritur të thoj hyr dikush, por hyre ashtu të ka ngacmu ky personazh. Më ka ngacmu shumë sepse realisht mundem me thonë që e gjej shumë veten në personazhet të cilat janë dramatik. Pra mundem u fut lirisht te disa personazhe që më shfaqin ndjenjë dramatike dhe e baj me shumë qejf dhe e gjej veten te këta. Letërsia është fusha jote e vazhdimësisë apo? Letërsia është një gjë e shpirtit, por që nuk ma merr mendje se e shoh në vazhdimësi sepse kam të tjera qëllime në jetë dhe të tjera aspirata në jetë, ama letërsia është një diçka për cilat nuk mund të heq dorë kurr. Meqense tetori është muaji i letërsisë dhe përgjithsisht e ke përjetuar me interpretime, ma merr mendja kudo që të jesh, do ta nxjerrësh kokën me interpretime apo jo? Besoj se po. Le t'ja lëmë vendin e Donës tani që është edhe krijuese. Përshëndetje. Unë jam Dona Delaj, këtë vit jam në vitin e parë të gjimnazit të Sokuka dhe fjala artistike që një eksperiencë shumë e këndshme për mua. Unë kam patur dhe eksperienca të tjera, por kjo që më emocionuesja.
Këtë vit patëm fatin edhe që të interpretonim poezi të cilat mund t'i krijonim vetë dhe në fakt unë kam krijuar një poezi timen, të cilën e kam interpretuar dhe titullohet Shtëpia e ëndrave të mia. Pa ta dëgjojmë. Shtëpia e ëndrave të mia s'është vila po saraj, s'është e madhe e plot klas, që njerëzit shpeshherë kërkojnë. Ajo s'është as e vogël dhe e pakëndshme, që syri të mos e doj. Ajo s'është në mal, fusha kodër, në qiell a në ndonjë tjetër planet. Në fakt, shtëpia e ëndrave të mia s'ka rëndësi se si është. Le të jetë si të jetë, le të jetë ku të jetë. Mjafton të më fal qetësinë, ngrohtësinë e sigurinë e shtëpisë së prindërve. E shtëpisë ku jam rritur, ku kam hedhur hapat e parë, e së pari kam ndërruar. Shtëpia e ëndrave të mia, aq të më fal. Një duar shtrokitje. Mikrofonin e kalojmë te Jursi, i cili është i vetmi djalë që ka ardhur sot në studio. Po nuk ka qenë i vetmi djalë që ka konkurruar, apo jo Jursi? Jo, edhe pse me shumë shtys kena pas 4 djem tjerë. Kena pas djem edhe me shumë qef, edhe interpretime fantastike se cili prej tyne. Si ka qenë pjesëmarrja e djemve, me që jemi në këtë pikë të diskutimit, ka qenë e vazhdueshme apo janë zbuluar si vjet? E vazhdueshme edhe janë zbuluar si vjet, kështu që ka një miks i të dyjave. Si keni zgjedhur pjesët, sepse me sa po shoh ka një mozaik ndërthurjesh, temash, autorësh, keni pasur një kënd vështrim për të realizuar apo çdo gjë ka ardhur gati spontane? Unë mendoj se si nuk ka spontane kur bëhet fjalë për aktivitete që duhet me kanë mirë të organizuar dhe të mirë menduar. Falgjy Suel që ka inkurajue secilin që me interpretu krijimet e tyne, kena pas përveç e Donës edhe Rejles, kena pas edhe pjesëmarrës tjerë të konkursit që kanë interpretu krijimet e tyne. Megjithatë pjesëmarrja edhe pjesë që cilat janë përzgjedhur kanë prej në prozë, në tregime, në poezi të shkurtë, poezi të gjata, kështu që edhe autor të ndryshëm, autor të huaj mos gabojmë, ka pas 2-3, ka pas autor gek, ka pas autor tos, kështu që ka një larmishmëri që mund të nishe gjithçka. Keni bashkëpunuar në prova, keni dhënë mendime, vrejtje për njëri tjetrin, apo secili ka qenë ekskluziv kur ka dalë në konkurs? Kena kanë gjys ekskluziv, gjys shumë bashkëpunues. Kur unë kam këndu përsërit poezinë teme ose tekstin të madit, e Dona, se kam shku të Dona te klasa e Donës me përsërit, e Dona ardhi në klasë dhe tha, a mund të bëj, dhe sigurisht me shumë qef, ndihme njëri tjetrin. Që që ka një bashkëpunim i mirë. Ky aktivitet gjithmonë ngjall edhe një frym socializimi me nxënësit, pavarësisht se jeni në klasa të ndryshme, apo jo, nga viti i parë deri tek matura. Kam njoft njerëz që prej klasave të ndryshme që nuk e mendova se kisha me njoft, nëse nuk do të kisha pas këtë aktivitet, sepse jam në vit fundit gjimnazit matur, kështu që si vjet i la, edhe thjesht e kam njoftë dhe do t'jena shumë të gjitha veprimtaritë tetoreve, letrare. Po. Mirë. Interpretimi yt lidhet me një pjesë që i dedikohet Shkodrës. Dhe unë kam shumë dëshirë ta mbyllim, ndërkohë që ne po vazhdojmë me pjesëmarrësit e tjerë, duke u njohur dhe me interpretimet e tyre. Përshëndetje, unë jam Ajna Bushati. Përshëndetje Ajna. Në çfarë klase je? Unë jam viti i parë. Viti i parë. Edhe për mua ishte një kënaqësi tepër e madhe që e hapa vitin e parë me këtë aktivitet. Po. Ishe e para. Isha edhe e para. Po. Muji tetor, siç e dim, është muji i letërsisë dhe për këtë arsye është edhe fjala artistike në këtë muj, po përveç këtyre cilësive në këtë muj lindi edhe Migjeni, emrin e cilit martë edhe teatri jon, edhe për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe me recitu një pjesë të tij, një prozë të tij, e cila ishte pjesa Luli i Vocër. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe edhe kam pas një mbështetje te masë të madhe për mësuesit të letërsisë, për Zyr Soeles,
që na kanë mbështet, domethënë, edhe na kanë shtyr që me marr pjesë në këtë aktivitet, për shkak se ne ishim viti i parë dhe mund të kishim pas edhe Ti ndrojtje. zgjodhe lulin e vogël vetë, domethënë Po, kishe me dëshirë. me dëshirën tënde, ja propozove mësueses dhe ajo të mbështeti. Po, apo jo? më mbështet. Patjetër që do të na sjellësh pak sa emocionet. Në një pjesë të caktuar. Askush se njeh lulen. As shokët e tij që përpara tij lozin nuk e njohin. Ma mirë me thanë e njohin, po ata luajnë për hesab të vet, edhe lule i shef për hesab të vet. Sot, gjithkush ka problemet e të lashet e veta. Edhe fmit, ashtu edhe lule. More lul, shumë shpejt ke fillu me shiku punën tane. Kur hyn në bord shkollës, buza i qesh nga pak, po as njenit as një fjalë si thot. Ec tu i shiku djathtas e majtas, por ec deri të mrin cakt vet. Gjaja që ma tepër ja tërheq vëmendjen, janë shokët që i kanë të veshën disa qizme ma të reja. Sa të bukra janë, sa shkëlqejnë me nën luli dhe pa dasht, i shkan menjat e qizmet e veta, ku duken krejt mirë 5 gishtat e kamve të zbathuna. Nga kureshtja, i afrohet një shokut që i ka qizmet ma të reja. Ulet dhe shef në lustrin e atyne qizmeve, kamt e ti të zbathuna. Aq shumë shkëlqeshin qizmet. Masi shoku me qizme fluturaj, nga dalu të rhoq të caku i vetë ngrofi kamt. Po kur s'ka dil, si ja bani shkreti lol? Noshta, ja bajnë disi hallin apostujt e të mshirës e të dashnis. Noshta. Besoj se ke përcjell emocion tek spektatorët. Përveç se kam përcjell dhe kam marrë shumë emocion, është e mrekullueshme si proza dhe interpretimi. faleminderit. Ja vleni gjithaj siklet që ke para se me dal, në momentin kur masi interpretan mërtan ata duar trokitja dhe tan ata vlerësime për diçka që ti ke ba. Besoj se ky është një hap që ti të do vazhdosh në vitet e gjimnazit. Po, edhe po mendoj domethënë me vazhdu, kam qejf që për çdo vit mu bë fjala artistike dhe mos më mungu kurrë në asnjë muaj tetor. Për që do të bëhet. Ja kaloj mikrofonin në shoqës që është. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Anuncia Camaj, edhe jam vitpariste. Pra jam në... Më falë, edhe i pje emocionet për vetë. Janë edhe i pje emocionet për vetë. Edhe kam pas me interpretu një pjesë të Migjenit, prozën Legjenda e Misrit. Për mu ka një prozë që na ka taku me e balla më përpara 9 vjeçare, po jo se i kam la një, si me thonë, një rëndësi shumë të veçantë, pra idejës tamam, por momentin kur fillon të interpretu atëherë kupton që ka emocione shumë. Pra është një pjesë shumë e veçantë. Nuk ka kanë hera parë që më ka taku më marrë me fjalën artistike, më ka taku edhe herë tjetër, por pas 2 viteve pandemi ishte edhe diçka edhe më e bukur me dal të interpretu para të tjerëve, edhe emocionit pas një kohë shumë gjatë. Ke kohë që e përgatit këtë pjesë para pasqyrës, para mësuesve, Pra, prindërve, si ka qenë proces tek ty? Paka shumë me mësuesen një na përgatit 2 javë ose 3, ndërsa në shtëpi jam përgatit çdo ditë. Për shkak se pra si që thosh, pas 2 viteve është edhe më bukur me dalë interpretu dhe kam qef me ballë më mirë gjanë. Por me këtë interpretim kam hilli fje më shumë rol, duke pas për idejnë dveshunit si një burr, thejsit linit, ose edhe vetë misrin që ka kanë ideja subjekti kryesor i pjesës që kam bë. I ke dhënë një veshje sa të brendshme aq edhe të jashtë me interpretimit. Me detaje. Kam përshtypjen që ata që luajnë futboll te fusha, Kalqetos ka me gjithë halo misur aty. Sepse aty ka qenë ai sheshi. Po. I misrit aty ku mblidheshin. Po ja lëm vendin Anuncias. Të interpretoj? Po. Misër, lajmi se do të shpërndahet misri, rolli nga zemra dheut, e bërej deri në gjitë e thella,
e deri te gjymtyrët e pimta dhe që quhet shtet. Dhe bani dridhe nga gëzimi, edhe frymor që në fakt s'ka me çka më majt frymen. Si thegla që mladhen rreth korës misrit, qashtu në një çanë nën prefekture, jam lall malcor rreth depos misrit. Në përluginat e maleve, përshkruhet malsori vetëm me ikmish, e mi pal brek legjendar mbi shtat, për më arrit në çanën nën prefekturës, e për me marrë misër. Karnori i tij është një copë graniti që u shkput nga mali dhe u vendos mbi dy kom drejt tallet forta si landa pyllit. Dhe lviz copa malit pa baza. Përpara depos bjen cilësinë karakteristik vetën dhe bëhet frigacak. Pse mendon ai? Një ashtu e don ligji thotë në fund se për ndryshe s'ka misër. Si urdhon zotnim? Përsëritet sa herë në një mënyrë çesharake, me gjeste majmuni, me të marrë zani, vetëm për mos me zgjum nin e engjëve që ndajnë misër. Edhe pas i marrin atë, nisën njëri pas tjetrit ngarkum, gjatë rrugës ngushtë dhe gjatë malit, por edhe tjetës. Ushtoi loginat e maleve nga fjalët e malcorëve të tunshëm, që në varg mbartin nga i gjysmë thesi misër. Mbartin jetën e vet, mbartin Perëndin misër dëshirueshëm e i noll që njanjanit i dardhen kokrat të misrit, në përbirat vogla thesit e shoku nga mrapa po, asnjë as dy, po ja hallat mallkimin e po dëshirueshëm, mos i shkelhet i shiftov zana. Se shekulli 20 a sheku apotezës misrit, ndër folet e shqipeve. Faleminderit. Anuncia të falenderoj për sjelljen e kësaj pjese të jashtëzakonshme. Mi gjeni i madh gjithmonë mbetet aktual, nga do që ta shohësh. Është një vajzë krijuese që ka emrin Rejla. Përshëndetje Rejla. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit. Me sa di unë je edhe krijuese, ke sjell krijimin tënd në këtë konkurs të fjalës artistike. Po, unë fjalën artistike në fakt kam marrë pjesë edhe vitin e kalum, por si mjet zgjolla marr disi ndryshe me një krijimtari temen, megjithse unë shkruaj shumë. Këtë rallë dëshirova që poezia jeme mi u kushtu vjeshtes, megjithse jena edhe në muajin tetor dhe fjala artistike, zgjolla rastin. Sa bukur. Je pak romantike si natyrë, apo ky ishte një frymëzim i ndonjëherë, nuk është se jam gjithmonë. Ky ishte një konkurs i fjalës artistike. Po. Dhe ju po konkuronit përpara një jurie. Si jeni ndjerë në këtë pozicion? Në fakt, unë kam pas shumë emocione, megjithse jam një tip me karakter të fortë, edhe nuk është se kam emocione shumë lehtë, por adin kur del në skenë, fillojnë tonë emocionet me të grumullu këto edhe është. Po besoj se çdo gjë me fillimin mbaron nga emocionet e ngarkuara. Dhe ti i përveshesh asaj që ke shkruar ose që dëshiron. Në fakt ato emocione më kanë bërë që me interpretu edhe më mirë, sepse ka kënë dëshira madhe për me interpretu. Ta dëgjojmë një herë. Poezia titullohet Andra Vjeshte. Tetor, andrat harrumen fletet e ditarit. Nostalgjie te skajshme që kërkon mundi prap. Tetor, dhe prap heshtja mbizotron, në rrugë të kaldrem të qytetit. Plot me njerëz, ma ta shpirtra bosh, që ecin e zdin ku shkojnë. Dje, mbërthej një ndjenjë sublime, që po gryet nga i shpirt gjykus, orë pas ore, minut pas minute. Sot, në ndritën e hanes, aty ku bota ndalet për një sekond, pyet veten. A jam e lumtur vallë? Përgjigjuni ju brenda vetes me këtë pyetje që ju ka bërë shoqja juaj Rejla, por unë besoj se lumturinë do ta kërkoni ditë pas dite, nuk ju vjen në pjatë. Gjithkund. Është një vajzë që ka ardhur në këtë program që quhet Atëherë, unë jam Armela Mama. Përshëndetje Armela. Përshëndetje. Jam Si që thosh, unë jam Armela Mama, nxënëse e vitit parë gjimnazit Osokuka, dhe kam interpretu një poezit me gjenit në konkursin artistik fjale artistike. Ishe një aktivitet që u zhvillon pranin
e shumë nxënësave, emocionet nuk mungun. Ky nuk ka viti por që unë marr pjesë në fjalën artistike. Edhe në shkollën 9 vjeçare je përfshirë. Në çfarë shkolle ke qenë? Unë kam qenë në shkollën 9 vjeçare në Remida. Dhe prandaj ke vendosur që të vazhdosh fjalën artistike, apo jo? Po, emocionet nuk mungun. Është i mbartë ose. Kam marrë pjesë rregullisht në fjalën artistike, po ky vit ishte shumë ndrysh. Mësuesit që më përzgjohen si një ndër interpretueset më të mira ishin mësueset të reja, edhe përcjellin shumë gëzim nga fakti që u përzgjolla si një interpretuese më e mirë. Kam interpretuar, siç e thash, poezinë e Migjenit, Në flamujt e melankolisë. Ishte një poezi që u përzgjoll mendimin e mësueses letërsisë, cilën e falenderoj. Mësuesja quhet? Isha quhet Ileriana Ymeri. E përshëndes. Ileriana Standard, po. Ja në vitin e parë dhe ende nuk i kanë të fiksuar, po. A mundem me po. cilësu diçka? Kaloj mikrofonin. Ajo që ishte ndryshe, se për pak harrova që ta them, juria, nga që më ngacmove. Juria normalisht ishte e përbërë nga ekipi mësuesave të letërsisë, por kishte edhe mësues të shkollës, të cilën e duan letërsinë. Dhe ishin interpretim edhe 2 mësues. Sa bukur! Mësuesja e matematikës, Irina Kalaja, është shumë e apasionuar, e qysh në gjimnas dhe vazhdimisht i ngacmon përtej orëve të matematikës dhe shkumsit pafund. Mundohet që të fusë brenda mësimit edhe element të letërsisë. Shpesher ju lexon poezi të Ndremjedës që ngacmojnë nxënësit, edhe mjeshtrore, dhe unë nga që e di këtë pasion të saj, në vura një interpretim atë ditë. Sa bukur. Një duar trokitje për me edhe nëse na shikon më vonë nëpërmjet faqes sonë. Ndryshe prap du me cilësu, mendova që nxënësit po e kujtojnë, po si duket janë modest, do ta them unë për ta. Secili prej tyre ka pas investim për ta paraqit poezinë me elementë të cilët tërhiqnin vëmendje. Vajza kishte të përzgjedhur në bazën muzikore, muzikën e polifonisë Jugut, të dasmës, që monologu, e cila të grishte në atë se çfarë po vjen brapa, sepse unë shumica nuk e dinin se çfarë po interpreton vajza. Jursi kishte zgjedhë në një tas fjalë klishe të Shkodrës, të cilët i shpërndau, dhe pastaj me mikrofon secili dha nga çfarë i kishte qellu si pusull, që të krijonte idenë që po futesh brenda Shkodrës. Një interaktivitet do ta quaja brenda. Po, para se të filloj interpretimin, shpërndau dhe normalisht që tërheq vëmendjen e auditorit, të nxënësve, çfarë është, çfarë po bën. Anuncja ishte kujdes që t'ishte e kuruar në detaj me veshje, me thesin, me misrin, dhe për te i kësaj t'i shef që ata janë investuar shumë për me pru diçka të bukur edhe me na dhanë emocione të bukura. Ndërkohë që ajo që më bën përshtypje është qasja dhe qendra e aktiviteteve në shkollën tuaj, siç është profesoresh Suela, e cila e ka mësuar që është profesoresh e fizikës dhe këtu është afër letërsisë kaq shumë. Mirë, por e përmend në çdo intervistë time që unë nuk jam rastësisht kjo që jam. Jam fal mësuesave të mi të mrekullueshëm të letërsisë. Të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm. Unë kam përjetuar në 4 vite e gjimnazit, në 4 vitet e gjimnazit kam përjetuar emocione shumë të forta në çdo orë mësimi. Mënyra se si vite letërsia nga profesori i nderuar Ahmet Pas Cuf Shpuza, Isa Alibali, nuk janë ma, po janë manat e zemra tona.
Luiza Vojushi sillte pafund emocione. Të shpreh mirënjohje. Sillte pafund emocione. Kështu që edhe atëherë ata investoheshin shumë sepse sillnin regjisorët e teatrit Migjenit që ne të ishim dikushin në skenë. Jashtë maset. Prandaj një investim i bërë tek unë kalon të fëmijët tanë sot, këta nesër do bëhen mësues, prandaj mësuesi shkon për jetësi. Kjo është. Mësuesi shkon për jetësi. Profesorë Suela që në hershmërinë e saj që në moshën tuaj, në mos shumë herët, është aktivizuar me interpretimet, madje ka qenë pjesë dhe Radio Shkodrës me kontributin e saj. Prandaj më vjen shumë mirë që kjo gjë vazhdohet, ka vazhdimsi. Të tillë mësues të frymëzojnë, apo jo? Amela dëshironte të interpretonte pjesën e saj. Si që thosh, kam pas me interpretu poezinë në Flamët e melankolisë të Migjenit. Në vendin tonë, ku do valojnë flamujt e një melankolie trishtueshme. E askush s'mund të thotë se këtu, rën një popull që ndërton diçka të re. Aty këtu, në jetë e flamujve mund shihet një mund. Një përpjekje e madhe për me vdekje për të pjellë diçka të madhe. Për qindrit një gjend. Por, nga ju përpjekje lind vetëm një mi. Dhe kështu kjo komedi, në plas dillin e gazin sa prej marazit pëlcasim. Në pragun e çdo banese, ku ka një shenjë tese, valon një flamër një melankolie trishtueshme. Duar tropike për Amelën. Shumë emocione sot. Po, sepse është vetë letërsia që t'i jep emocion. Apo jo, po nuk e përjeton, nuk je brenda saj. Janë përjetime që të fal interpretimi, leximi i thelluar etj. Jursi më bëri përshtypje që ka zgjedhur mënyrën e tij të interpretimit, si gjithmonë, sepse Jursi është tashmë një interpretues që ka ecurinë e tij. Po, flasim te ky mikrofon. Ditë bëjmë kapitanjers. Jurs. Nuk po ju pyes për vlerësimet. Kush e fitoi çmimin e parë? Nuk ishte. Edhe kjo është rrisi. Gjithmonë kemi dhënë çmime, atë në Ridaman kur ishte vit pariste, po përdori kur ishte vit pariste dhe na shokoi, wow, pa të marrë çmim të parë 2 euro, nuk e mbaj mend, domethënë diçka e tillë, por këtë vit tham nuk do japim çmime. Ishin shumë interpretime të mira dhe ekipi i mësuesve vendosëm që të evidentohen 15 më të mirë, 13, 15, diçka e tillë, i cilëve u lexuam emrat, dhe tham po japim një emocion ndryshe. Kemi fol me drejtuesit e teatrit Migjenit, të cilët gjithmonë i kemi mbështetje të fortë realisht. Do thënë gjithmonë na kërkojnë që ne të jemi pjesë e teatrit, shohim ambientet e teatrit, bëjmë orët e arteve në teatr. Dhe na i kërkuan dhe na mbështetën që në një ditë të zakonshme ne do shkojmë në teatr dhe nxënësit do ngjiten në skenë për me marrë atë emocionin. S'po ka nevojë që të bëjmë shfaqje me bileta, me ashtu thjesht ngjiten në teatr dhe do interpretojnë. Pra, do ketë raund të tretë. Kjo veprimtari nuk mbaroi atë ditë dhe kjo është e bukur. Do ta kalojmë muajin e letërsisë, do ta kalojmë në nënor. Që shumë e bukur. Apo jo. Ju nxej që ti keni pjesë nuk kishin çmim të parë 2 të tretë sepse ishin shumë afër njëri tjetrit dhe ne morëm moton e lojrave olimpike. E rëndësishme është të marrësh pjesë. Dhe duam sa më shumë që të marrim pjesë. Aty kishte edhe nxënës që nuk është se interpretoshin shumë bukur, por unë kënaqesha që ato kishin marrë kurajon për dalë. Do të thënë është një hap i rëndësishëm sepse janë nxënës të ndrojtur që vështirë ti nxjerrësh përballë audiencës. Ka një vlerë shumë të madhe në mbështetje. Po, në mbështetje të gjithëve sepse, ai që është i talentuar rrëmben vëmendje, bëhet qetësi absolute.
Kurse ata të tjerët pak nga pak fillojnë e shohin bukurinë e përballjes dhe pastaj vitin tjetër e marrin më seriozisht dhe dalin shumë më mirë. Gjë e mrekullueshme. Jurs dua të di eksperiencën tënde në këtë veprimtari. Magjike, edhe me shumë emocione, shpresoj që ta kemi përcjell poezinë teme me një frazë në gojën e secilit prej tyre që kanë marrë një pusull të vogël. Si mendove këtë interkomunikim mes teje dhe Aja shpreha që më komet mënë se ma kanë thonë, ma ka përsërit zysha kimis një 5 herë, i shkurti për lezet, i gjati për haxhet. Do thonë kjo ka kënë stili shprehjeve. Kjo ka kënë aja që u tha ma shumë, por prej knaqësi saj që unë njëtë e shkurtja për lezet, i gjatja për haxhet. Por kjo ishte stili shprehjeve që u përdoren, edhe shprehje që rikujtojnë një rrugicë qytetit, shprehje që kujtojnë gjyshen të gatu diqa në kuzhinë ose kur je mbledh me mamën, babën Si përdore këto element? Ideja jame, si që thash, ishte me çu poezinë ose me çu një copë qytetit ose një copë kujtimeve tyne në meme ose me jarisjell. Zysh Ilirian si ra një shprehje që je ba me qa me facolet kuqe, ndërkohë që atë ditë kishte vesh një kostum të kuq. Kështu që janë ashtu lloj njësish që njerëzit i banë mund një pak më të përfshim ose pak më të veçantë kur kam dalë unë me interpretu diqa dhe po pritur ti merr me interpretu diqa vetë. Kështu që kjo ka kanë ideja jeme. Mrekullisht bukur, ndërkohë që ti përzgjodhe një pjesë për të interpretuar. Nuk ka një pjesë, kanë 2 pjesë. 2 pjesë që unë i kam bashku, njëna ka kanë e vajzës profesor Shpuzës, Rozafës, mos gabohem. Rozafa Shpuza. Njëna ka kanë Rozafa Shpuzës dhe tjetra Merita Bërdiqës. Kanë 2 pjesë që 2 zonja të nderuara shkodranën. që kanë secila poezitë e tyre fantastike, jo vetëm këto, po edhe krijime tjera. Kanë 2 pjesë secila unike, edhe unë i kam bashku me bëhat që mendova që është më përshtatshme për mua. Bashkëveprove me këto të 2 poetet apo këto mu ta dëgjojnë të befasuara në interpretimin tonë? Alternativa B. Atëherë nëse na ndjekin Rozavë dhe Merit, le të shohim interpretimin e Jursit në krijimet e tyre. Titullohet? Se di, s'ka titull. Njëna poezi quhet Asaj, tjetra Sonat për Shkodrën, kështu që është gjames asaj. Shumë Shkodër. Po, shumë Shkodër, pa dyshim. Okay. Shkodra përkundër prajshëm prej shetnisë të rinitetit. Kafja madhe, ara madhe dhe kisha madhe. Shkodra është një vajzë që rrin tanë ditën të ngjyros gojdhana me ojna shumë ngjyrshe. Shkodra është rituali çdo guri që libar. Shkodra është cipi balkonit ku pikturojnë puthjet e pavanun atë pa pendume, që i bin kryqet të rthor pjacës, në turpet e shikume. Shkodra është avulli, e naltë sa maja të araboshe që cik qijet me kryen alësin e kurmit, Rozafat. Shkodra është një poplin, që rrethon krejt qardakun e merr zahmet me qirasnadën në shurb dranofilit. Shkodra është një avulli, po, avullia e naltë. Shkodra është edhe një shemshir që shkon thakt me një flat pranveret. Shkodra është një bylëzyk që rrotullon sofrën e migjve. Duar trokitje, e ke filluar me Rozafën dhe mbarove me Merita Bërdicën, apo jo, diçka e tillë. Tu mendu se çfarë stilit janë frazës e secilës ose se kjo është përgjigje e duan. Më vjen shumë mirë në këtë atmosferë shumë të ngrohtë që jep interpretimi i pjesëve të letërsisë, qofshin këto në vargje apo në prozë, do të thotë një përfshirje shumë e ngrohtë dhe shumë e bukur e juaja. Mendoni se ky muaj po mbyll kapakët e fletës kalendarit të ditëve të ti, do ta vazhdoni qasjen dhe aktivitetet të tilla? Atëherë unë po flas për vedi, muaji i letërsisë, muaji i tetorit ose ndryshe muaji i letërsisë për mua nuk do të jetë një kapak që me myll gjanat për cilat unë kam mend, por me datën 5 dhe 6 nënor zhvillohet një shfaqje në teatrin Vigjeni dhe është një shfaqje e rikthyeshme sepse kjo shfaqje është dhënë më përpara, është shfaqja Black Box.
realizuar nga aktorët e teatrit Mixhinit dhe unë kam një rol aty. Dhe ju ftoj të gjithë dhe më ardhme po, sepse është realisht një shfaqje e bukur. Gjithashtu, me datën 13 nënor, unë edhe Jursi kena një shfaqje bashk me Marinen. Bashk me Marinen. Është një projekt i shkollës, mund ta cilësojmë si një projekt austriak, sepse vetë romani është i autores austriake Ilse Eichinger, me titull Shpresa më e madhe, e përkthyer nga Ana Kove, cilën e përshëndesim shumë. Këtë pjesë na kena me vu në teatr me datën 13, siç e thash më përpara, dhe janë 3 gjimnazet të Shqipërisë, një në Tiranë, një në Pogradec dhe një në Shkodër, të cilët kanë organizuar grupet e teatrit që do të vënë në skenë pjesë nga ky romani. Një mrekulli apo ja? Po. Një mrekulli dhe një satisfaksion krejt tjetër, të pas parasysh unë kam një rol kryesor të ajo pjesë, Elena. Faleminderit, shumë faleminderit. E cila vjen me bezdis mund mes natës, në kërku do harta që si marrë vesh për çajon. Ky është konsulli. Konsulli, po. Besoj fort që e kam gjetë vetin të ajo pjesë dhe besoj fort gjithashtu që kam me sjell emocione, kena me përcjell tonë bashku emocione, ndoshta të pa përshkrueshme atij që do shfaqet. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Kjo do të thotë profesoresh Suela se këto veprimtari nuk mbesin aty në atë ditë. Përkundrazi, nxisin, frymëzojnë, japin një atmosferë pune dhe entuziazmi për të vazhduar shumë nxënës këtë prirje që mund të kenë interpretimin apo jo. Kjo është edhe një vlerë. Uroj, shpresoj, besoj që ky vit shkollor të sjell aktivitetet bukura në mbështetje të edukimit qytetar të nxënësve tonë. Është diçka që mbetet e paharruar. Vitet do kalojnë, por këto veprimtari jam e bindur që nuk do të fshihen nga kujtesa, sepse janë aty. Dhe kjo periudhë e formimit të nxënësve është shumë breslënse. Këtu formohet karakteri. Shkolla e mesme ka shumë potencial në formimin e karakterit të çdo të riu. Ndaj shumë respekt për shkollën, për mësuesit, për këtë nxënës, familjet që mbështesin. Është një familje shumë e madhe në shkollë mes mësuesve, nxënësve, prindërve që interesohen për një qëllim të përbashkët, për atë që duhet të japin formimin më të mirë nxënësve. Letërsia mes tyre. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Me këto emocione, me këtë ritëm, me këtë dashuri, ju shprehet një pjesë të botës tuaj të madhe, e cila patjetër që ka horizonte të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po ju bëjmë ftesë. Dhe ju ftojmë që të bëni një bisedë me nxënësit për eksperiencën tuaj si gazetare. Ua, me shumë kënaqësi. Ndoshta inspirojmë spontane. Ndoshta inspirojmë nxënësit të cilët e kanë pasion gazetarin dhe një eksperiencë e bukur dhe një frymëzim i bukur. Me shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi. Ju falenderoj pafund. Faleminderit.